Jemi në fshatin Alizare, prap, Kumanov, Ismet e Shari. Edhe që djellë të s'po shoh mirë, Ismet e Shari, lindur në 1967 dhe ka vdek 1998. Zotëria ka qenë një nacionalist i madh i kësaj zonës, i këtij fshatit. Siç thonë këtu, dhe ne patëm rastin që të intervistonim Nietzschen e tij. Ka qenë emigrant në Zvicër, dhe ku ka filluar këto lëvizjet e para në Kosovë dhe këtu Kumanov, pa njëherë ka qenë si Adina Shari në Kosovë, ka qenë ndër fillestarët që ka bërë lëvizjet e para për luftën, për liritë, për drejtat e shqiptarëve si në Kosovë, po edhe këtu Kumanov. Edhe është të dëshmorët e parë, Zotëria ka vdekur nga vërtet tu mali. 2001 është një luftuar shumë, po e ushtria që është krijuar ka pasur emrin e zotërisë Ismet e Shari. Dhe këtu janë dhe tjerët dëshmorët, Sami Shabetini, Çani Shabetini, Çelebi Destani, Esat Shaqiri, Elmas Shabani, Shaib Hasani, Raqib Fezullahu, Miftar Fezullahu, Hazir Sahiti, Zoti është shpërblet gjithë këtyre. Këta janë dëshmorët e vjetër të 47-ës, 49-ës, të luftës dytë botërore, ka luftuar më shumë siç kuptohet, sigurisht nuk i di më detaje, por edhe kjo është pjesë e dëshmorëve më të hershëm. Me pak fjalë, gjithë shqiptarët ka luftuar, po mu personalisht më vjen keq që sot shteti amë, siç këta e përdorin, shteti amë, Shqipëria, qeveria jonë, shteti jonë, nuk është aty ku duhet të jetë me këta njerëz të ikur dhe me këta që akoma jetojnë dhe i majnë flamure të varur këtu. Është gjë e madhe, është nder i madh. Këta kanë për ta ruajtur sipas meje, këta kanë për ta ruajtur këtë flamur më shumë se ne në Shqipëri. Gjithë mirë.